Edhe pse situata në Juglindje duket më stabilizuar pas përmbytjeve, ka ende nevojë për ndërhyrje në mënyrë që të shmanget plotësisht vërshimi i ujit nga lumejt. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu bashkë me kreun e emergjencave civile Haki Çako dhe kryetari në kuvendit Niko Peleshi inspektuan situatën në fushën e Maliqit pranë lumeve Devol dhe Dunavec. Vëngu tha se rreziku ende nuk ka kaluar pasi rreshje do të vijojnë. Kemi edhe në zonën e pyllit fazanëve, kemi edhe aty një dëmtim argjinature, e cila praktikisht vërtetëson të gjitha prurjet që vijnë nga Dunaveci në Devol. Ndaj dhe po bëjmë një rishpërndarje të forcave dhe kemi kërkuar dhe angazhim shtesë të forcave armatosura, po vinë mjete vetë shkarkuese që të ndihmojnë me volumet e mëdha që kërkohen për të mbuluar këto dëmtime. Do jenë ditë të vështira sepse rreshjet do rifillojnë. Toka është si sfungjer praktikisht dhe është e vështirë të punohet edhe në situata ku toka është shumë e pastabilizuar dhe e mbushur me ujë. Gjithsesi po shtojmë forca në mënyrë që Maliqi mos të ketë problematik në rreshjet që do pasojnë gjatë javës që vjen. Ministri foli edhe për bllokimin e rrugës Qukës-Qaf Ploç, pasi një sasi masive gurësh bllokoi qarkullimin. Jemi në kushte ku jemi në gatishmëri, do shtojmë forcat, duhet kuptojmë që kemi situata edhe të rrëshqitjes së dherave, të masiveve malore, Qukës-Qaf Ploç kishte një problematik të madhe që na bëri të angazhohemi fuqimisht për të bërë një devijim përmes operatorëve të zonës. Në fushën e Maliqit aktualisht janë mbi 270 hektar të përmbytura, ndërsa fatkeqësisht u shënua dhe viktima parë nga përmbytjet në fushën e Devollit.